Përshëndetje miqtë e mi, jemi në rubrikën më të veçantë Brenda Jush. Brenda Jush dhe unë sot kam një të ftuar shumë special, ai është Lomi, është një tirones i vjetër Lomi, pa diskutim. Por kush është Lomi, me çfarë merret Lomi, dashurinë e jetës së tij, ne do ta zbulojmë më një herë tani. Le të dëgjojmë më shumë për Lomin. Atëherë, zoti Lomi, si arritëm deri këtu? Erdhi moment që kisha nevojë për gjotë tre, dashnore, e kupton. Sa e pash, ma dha tërë, e kupton, goce, në zemër, ma boni, edhe e zjodha, e kupton. Pra, ishte dashuri me shikim të parë? Po. Kur e pash atë kamionin, kjo auto tregoja, ma rënqedhe, e kupton. E që kur i jap gazi herë, ma vjen një dritë me goce nga poshtë. Grenaja kokë e kamionin. Më fal, një sekond, po flisim për dashnoren. Dashnoren e kujtë? Dashnoren tuaj, zotri? Po zoja, kom 25 vjetë si për kamionit me. Unë e kom kamionin si gru, si dashnore. Kamioni është dashuria jetës me. E kuptate? Pra te ky aplikacioni ti ki gjetë kamionin? Gjeta dashnoren mi, qa kamionin? Gjeta grun mi, gjeta familjen mi. Unë aty flej, ha, pi, ri, aty. Qarboni këshumë, auto të regon, nëse do me gjeta aty në i burë në i gjo, auto të regoje, ke klikoje, App Store, Play Store, e instalo, goce, shet burin që ke, e meri burë të ri. Goce, ta të regoje ty këtë cepi. Po ha më nëzire se e kemi fik kamerat, ha? Auto të rego. I shet dhe i blen. Shumë interesant. I shet dhe i blen. Ky që e ka fiks për mu. Faleminderit, Lomo.